Lavdi Zotit që për këtë periudhë të bukur të Pashkës edhe të ndriçimit të saj, kur neve jemi të gjithë në atmosferën e ngjalljes së Zotit tonë Isu Krisht, urojmë njëri tjetrin edhe përshëndesim njëri tjetrin me këtë përshëndetje, me Krishti u ngjall. Edhe ne duhet ta praktikojmë kur përshëndesim njëri tjetrin, jo vetëm themi mirëmëngjesi, si o ngrysët e këto, por duhet të themi njëri tjetrin pikërisht këtë urim. Madje në veri ka një zakon të bukur që sa herë që të krishterët atje që janë katolik, në këtë rast, përshëndesin njëri tjetrin, nuk e përshëndesin si e mirë e kështu, por kanë një shprehje tjetër që thonë qoftë lëvdu Jezu Krishti. Edhe ata përgjigjen gjithmonë e jetës. Me këtë përshëndetje, ata përshëndesin njëri tjetrin. Edhe ne, sidomos këtë periudhë që është e Pashkës, për 40 ditë, mos harrojmë ta urojmë e ta përshëndesim njëri tjetrin, jo vetëm një herë kur takojmë, po sa herë që takohemi e përshëndetemi me këtë përshëndetje. Dhe gjatë këtyre 40 ditëve, neve kur fillojmë çdo shërbes, e fillojmë duke psalur Krishti u ngjall. 3 herë e psalim në fillim dhe në fund fare sigurisht e mbarojmë përsëri me shprehjen Krishti u ngjall. E gjithë kjo atmosferë që na rrethon për këto 40 ditë, që Krishti është bashkë me apostujt e tij, është atmosfera e ngjalljes. Apostujt vazhdimisht e takonin Krishtin, jo kur ata donin, por kur Krishti ju shfaqej atyre. Dhe ne e pam se si Zoti ju shfaq ditën e diel, kur ata ishin ende në shtëpi të mbyllur, ju shfaq edhe ata u habitën, kishin dëgjuar për ngjalljen e Zotit nga gratë, të cilat vajtan herët në mëngjes për të bërë ato ritualet që si nuk arritën dot t'i bënin ditën e premte, për shkak sepse po thyente dita dhe po hynte festa e Pashkës hebraike. Dhe gjatë festës së Pashkës hebraike nuk lejoheshin që të kryeshin të tilla rituale për të vdekurit. Për këtë arsye ato pritën derisa mbaroi periudha e Pashkës dhe ditën e parë të javës, që ishte e diela, pavarësisht se ne jemi mësuar që e diela duket si dita e fundit e javës, por e shtuna është dita e fundit e javës. Dhe ditën e diel gratë vajtën në mëngjes tek varri për të kryer këto rituale që nuk e kishin kryer. Dhe gjatë kësaj periudhe ne gjithashtu të dielën që kaloi kujtuam edhe Shën Thomajin, i cili një javë pas ishte ngjallur Krishti, kur apostujt ndodheshin përsëri bashkë ditën e diel, Krishti ju shfaq përsëri të gjithëve dhe në këtë rast Thomajin e bind për ngjalljen e tij, duke i treguar edhe atij gjurmët e shenjave të goshtave edhe në brinjë që të prekte brinjën e Zotit. Thomai, si gjithë apostujt e tjerë, u bind dhe e lavdëroi Perëndin, madje duke e njohur atë si Zot dhe si Perëndi. Është hera e parë që shikojmë në Ungjil që dikush pohon Krishtin si Zot dhe si Perëndi. Pikërisht nëpërmjet dëshmisë së ngjalljes së Zotit u bë e dukshme dhe e bindshme hyjniteti i Zotit Krisht, i cili edhe pse ishte njeri, ai arriti të ngjallet dhe ta mundi vdekjen. Ndërsa të dielën e sotme, etrit e kishës na sjellin në vëmendje pikërisht gratë miraprurse, të cilët, siç tham në fillim, ishin ato që vajtën që në mëngjes tek varri i Zotit. Jo rastësisht kisha me vendos të kujtojmë sot këto gra. Dhe bashkë me këto gra, që të jemi të drejtë, kujtojmë edhe Josifin nga Arimathea, i cili ishte antar i një këshilli të rëndësishëm në Jerusalem, i cili u interesua
për të marrë trupin e Krishtit. Ai vete tek Pilati dhe i kërkon trupin. Nuk ishte gjë e thjeshtë të bëjë një gjë të tillë. E para sepse Krishti ishte akuzuar nga të gjithë hebrejtë si heretik. E dyta, romakët vetë e kryqëzuan si një keqbërës. Për këtë arsye kushdo që do të përfshihej në rrethin e Krishtit, do të shikojë me shumë dyshim. E megjithatë, Josifi nga Arimathea, pavarësisht se kishte një pozicion të rëndësishëm në shoqërinë hebraike, dhe na thuhet në Ungjil që ishte një nxënës i fshet i Krishtit, shkon edhe kërkon trupin e Zotit. Por gjithashtu në Ungjillin tjetër, sot lexojmë në Ungjillin sipas Markut, por po të lexojmë në Ungjillit e tjerë, do mësojmë që nuk ishte vetëm Josifi nga Arimathea ai që vajti për të kërkuar trupin edhe u interesua, por ishte edhe Nikodimi, një nga antarët e sinodit, e sinedrit hebraik, një person shumë i rëndësishëm. Edhe ky gjithashtu ishte një admirues i Krishtit. Dhe madje ishte nga zërat e pakët i cili, kur u shqyrtua çështja e Krishtit, ai tha që si mund të dënojmë një njeri pa e dëgjuar në fillim atë. Dhe të gjithë antarët e tjerë e sinodit ju hodhën kundra, duke i thënë mos je edhe ti nxënës i Krishtit. Në fakt, siç mësojmë, ai ishte me të vërtet një admirues edhe një nxënës i fshet i Krishtit. Dhe sot ne kujtojmë bashkë me gratë miraprurse edhe këta dy personazhe. Josifin nga Arimathea, antarin e Këshillit, dhe gjithashtu edhe Nikodimin, i cili ishte antari i Sinedrit. Të dy u interesuan, morën trupin e Krishtit edhe e varrosën në një varr të ri. Por sot kujtojmë gjithashtu edhe këto vajza, edhe këto gra, të cilat gjatë gjithë kohës ishin me mësuesin e tyre, ashtu siç ishin edhe apostujt. Por në ndryshim me apostujt, ato nuk u ndan nga Krishti edhe kur ai ishte në kryq, në kohën që të gjithë apostujt e tjerë e kishin braktisur të friksuar, dhe gjithashtu ishin ato të parat që vajtën tek varri i mësuesit të tyre. Për këtë arsye Zoti, kur u ngjall, nuk ju shfaq nxënësve të tij, apostujve, ose Pietrit. Të shfaqe e ti tregonte që ishte ngjallur. Por Zoti zgjodhi pikërisht këto gra, që t'ju shfaqet atyre në fillim. Dhe siç mësojmë nga Ungjilli i sotëm, kur ato futen në varr, çuditen që guri kishte lëvizur, dhe brenda shikojnë ëngjëllin në krahun e djathtë të varrit. Dhe kjo është arsyeja që ditën e diel, kur lexojmë Ungjillin, prifti e lexon Ungjillin brenda në altar, në krahun e djathtë të altarit. Dhe çdo të diel në mëngjes lexohen pjesët e Ungjillit që kanë lidhje me ngjalljen e Krishtit. Dhe ashtu siç ëngjëlli qëndronte në krahun e djathtë të varrit të Krishtit, edhe për neve, altari është varri i Krishtit. Dhe prifti që qëndron në krahun e djathtë që lexon Ungjillin e ngjalljes, është dhe përfaqëson atë ëngjëll i cili njofton gratë për ngjalljen e Zotit, duke ju thënë: "Përse e kërkoni të gjallin ndër të vdekurit? Nuk ju bie ndërmend për ato gjëra që ju mësoi dhe ju tha, që ai do të dorëzohet në duart e keqbërësve, por ditën e tretë do të ngjallet." Pra, vdekja e Krishtit nuk ishte rastësishme. Krishti kishte ardhur vullnetarisht të dorëzonte jetën e tij për mëkatet tona, por gjithashtu kishte premtuar që ai ditën e tretë do të ngjallej, ashtu siç edhe ndodhi. Gratë sa morën këtë lajm të çuditshëm, u larguan dhe menjëherë u përballën me mësuesin e tyre. Dhe në një ungjill tjetër kemi këtë dialog të këtyre grave me mësuesin, me Zotin e tyre. Zoti ju shfaqet
Dhe tashmë ato të gëzuara dhe të mrekulluara, Zoti i urdhëron që të shkojnë dhe të njoftojnë ato, të njoftojnë apostujt, të bëhen gratë pra apostoj të apostujve. Shiko se sa bukur që i nderon Zoti gratë. Në një shoqëri që gratë nuk ishin një vend shumë të respektuar. Shpeshherë gruaja nuk duhet të dëgjojë në takime, edhe në mbledhje, në sinod ose edhe në sinagogë, të vetmet që duhet të dëgjoheshin dhe duhet të përfilleshin ishin burrat. E megjithatë shikojmë që Zoti këtu e ngre natyrën e gruas së rënë, duke i bërë ato të parat që të gëzojnë ngjalljen e tij, dhe madje të jenë ato të parat që të shkojnë edhe të shpallin tek apostujt ngjalljen e Zotit. Për këtë arsye, dita e sotme ka rëndësinë e saj, sepse këto gra me përkushtimin e tyre, duke sfiduar çdo lloj frike e çdo lloj kërcënimi që mund të kishin edhe nga romakët, por edhe nga hebrejt, nuk u ndan nga mësuesi i tyre, edhe kur ai mësonte, predikonte dhe bënte mrekulli, pa aq më tepër nuk u ndan edhe kur ai ndodhej në varr. Dhe sigurisht që Zoti do t'i bënte pjesë edhe të ngjalljes së tij. Dita e sotme na bën të gjithë neve që të mendojmë dhe të inkurajohemi, edhe të kuptojmë që sa herë që ne ndjekim Zotin, edhe kur bëhen mrekullira, edhe kur bëhen gjëra të bukura, por edhe kur sfidohet emri i Zotit, edhe kur madje Natallin, nëse jemi besimtar, madje edhe kur na përqeshin, kur besojmë tek ngjallja, ne bëhemi në këtë mënyrë lajmëtarët si gratë. Ndoshta siç gratë ishin të nënçmuara, ashtu edhe ne mund të tregohemi të nënçmuar për botën, por në sytë e Zotit jemi lajmëtarë të ngjalljes së tij. Zoti na beson neve këtë lajm të ngjalljes së tij. Ky është lajmi më i mirë që një njeri mund të marrë. Dhe ky besim do bëj të mundur që ai njeri nga të vdekurit të mund të ngjallet me Zotin, duke filluar nga kjo jetë. Se Zoti kur ngjalli Lazarin kështu tha: kush beson tek unë, që tani thot ka kaluar nga vdekja në jetë. Për këtë arsye dhe diela e sotme ju kushtohet këtyre grave, për kushtimit të tyre, devocionit të tyre, sakrificës të tyre, por edhe gëzimit dhe lumturimit që ata patin me Zotin. Dhe nga të gjithë etrit e kishës, këtë na këshillojnë që besimi duhet të përmbajnë në vetvete edhe sakrificën. Nuk mund kemi një besim tek Zoti në qoftë se nuk përballemi me të keqen. E keqja për herë do të na bëj që të shmangim emrin e Zotit. Do të na bëj që të përshtatemi me ligësinë, me padrejtësinë. Por nëse do të jemi dëshmitar të fjalës së Zotit, atëherë do duhet që të përballemi me padrejtësinë, me ligësinë, me mëkatin. Por nëse e bëjmë këtë, atëherë do të shikojmë që dhe Zoti i ngjallur do të na shfaqet neve. Do ta ndjejmë dhe ne brenda vetes gëzimin e ngjalljes së tij. Dhe me këtë urim për të gjithë neve, le të na bekojë Perëndia për të bërë dhe ne si gratë, edhe si këta burra që sfiduan çdo lloj pushteti toksor për të fituar lavdinë hyjnore. Amin.